Zgjedhjet e fundit të Asamblesë së Përgjithshme për Federatën Shqiptare të Futbollit patën një risi, kur në listën e fituesve për antar të Komitetit Ekzekutiv ishte edhe një shkodran. Bëhet fjalë për ish futbollistin kampion me vllaznin si dhe trajnerin Armando Cungu, i cili ka arritur të kalojë disa ture në Europë. Tashmë Cungu, me statusin e antarit të Komitetit Ekzekutiv, vjen si një nga emrat më të votuar në këtë mbledhje. Jam mirënjohës shumë për personat e cilët monet mujtën në gjohë, që ishin iniciatorët nëse mund të them kështu. Dhe futë patjetër kryesore të Federatës Shqiptare të Futbollit, por edhe personi i cili ka iniciuar, nëse mund të them kështu, dhe ka referuar emrin tim duke bërë propozimin presidentin e ekipit Laçi Bashkëlaska. Në jetën kohë edhe duke vllaznia me president zotin Xhaferi, pasi për të kandidat në komitet patjetër që duhen dy propozime nga klubet të superiores. Dhe këto dy propozime ardhen nga Laçi dhe nga vllaznia. Kështu mirënjohje, falenderoj shumë. Konkurrenca ishte e madhe, emrat të futbollit ishin në round, siç ishte edhe Geri Qipi, o futje të reja, presidenti i Teuc, që ka një kontribut të jashtëzakonshëm në futbollin shqiptar, zoti Edmond Asambelliu, dhe shumë njerëz tjerë, patjetër edhe që edhe ish persona të tjerë, të cilët aderojnë prej 2 apo 3 mandatesh, mos edhe më tepër në këtë kryesi, kështu që nuk ishte lehtë, por falenderoj me zemër të gjithë ata që më votuan. Zgjedhja në Komitetin Ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Futbollit, i njohur ndryshe si Parlamenti i Futbollit Shqiptar, është një detyrë fisnike, ndërkohë që në adresë të Cungut ka patur dhe ka jo pak oferta për postin e trajnerit në ekipe me peshë të futbollit shqiptar, por cili do të jetë vendimi i këtij të fundit. Ajo që me bëu mua mirë që kam zemër është trajneri, por në këto momente preferova që të ndjeku një aventurë të re, nëse mund të them kështu. Dhe do shohim se do rrjedhin ngjarjet në vazhdimsi, por patjetër që do vazhdoj besnik këtij mandatit në Federatën Shqiptare të Futbollit.